kuptojmë fjalën Ramazan dhe rëndësinë e kësaj fjale që përmendet vetëm një herë në Kur'an dhe kur përmendet në renditjen e Kur'anit si mushaf, aty në ajetin 185 të surës Al-Bakare pas surës Al-Fatiha përmendet për herë të parë emri Kur'an. Së pari, duhet ta kuptoni një gjë se Kur'ani ka zbritur me zë, nuk ka zbritur sikur mendon dikushi libër i shkruar. Shkrimi si khat ka ardhur pastaj, në fakt ka ardhur për të mosuar prej recitimit të Kur'anit. Pra, hat, shkrimi i germave të Kur'anit ka filluar të praktikohet sa ka qenë gjallë Hazreti Muhamedi, në mbikëqyrjen e tij me udhëzime nga Perëndia dhe engjëjt e tij. Kemi ajetin 48 të surës El-Ankabut, që na tregon se Hazreti Muhamedi s'ka pasur lidhje me librat e shenjtë. Bismillahirrahmanirrahim. Ti nuk e ke lexuar asnjë libër para këtij, as që e ke shkruar me dorën tënde të djathtë, sepse do të dyshonin ata që flasin gënjeshtra. Kjo hat, shkrim, përmendet vetëm në këtë ajet dhe askund tjetër në Kur'an. Kjo nuk është e rastësishme, për shkak se informacionet qiellore si udhëzime janë frekuenca dhe me dijen e sodit, kalimi i tyre në kodin Morse nga teoricientët e fizikës quhen bit. Copa, një bit është një pikë ose një dash. Tani, informacioni i vërtet është në sekuencë të pluseve dhe minuseve, pikave dhe dasheve. Është i njëjtë koncepti si në kompjuter, përveç që në kompjuter flasim për bytes. Një byte është 8 bit. Pra, mos harroni se në Kur'an kemi një emër me 8 fjalë. Esmaul Husna, që është në pronësinë e Perëndisë. Al-Malikul Kuddusu, Selamul, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Gjebarul, Mutakabbir. Pra, janë 8 fjalë, por është një emër. Njeriu mund të ndryshojë shkrimin në një fjali, mund të përshtatë diçka në atë fjali, mund të ha një germ, 2 e 3, një pikë, një presje, mund t'ja hup kuptimin e fjalisë në shkrim, por jo zërin. Në fakt, zërin sot mund ta incizojmë, ta zmadhojmë, ta rrisim, ose ta zvoglojmë volumin e frekuencës së zërit, e forma të ndryshme, por asnjëherë nuk mund ta ndryshojmë kuptimin e fjalisë që ka ardhur me bit zërit në veshët tonë, qoftë edhe kur jemi në gjumë. Ja një shembull. Se 50 ndoshta do ta kenë vështirë. Ta po mua me 20, ja unë vjeti madhi zot në qast. Kur shkoj ke Musa, tha prap lutju. Shkoj 30, tha prap 20, prap 10. Kur i tha Musa a.s. tha prap ja shumë Muhammed. Shkoj 5, a i që falemi në sot. Kur shkoj 5, Musa a.s. vazhdo me këmgutën, a 2 kanë pas beni Israelët, 2 si kanë falë. 5 janë shumë, tha Musa jo ma. Tha Musa jo ma. Tha Musa jo ma. Ky, që sa po dëgjuat, është një hoxh i prodhuar në ekranet televizive mediatike. Ki këto po flet për pazarin nga 50 në 5 të Hazreti Muhamedit me Zotin në lidhje me salatin, që ju e quani namaz. Ky sjell një narracion, një hadith që është në kundërshtim të plot me konceptin e Kuranit famlar. Në këtë narracion, Hazreti Musa
në qiellin e 6 ka autoritet më shumë se vetë Zoti, si i vdekur Hazreti Musa i thot Hazreti Muhamedit se beni Izraelit i kanë pasur 2 salate dhe nuk i kanë falë. 5 janë shumë për umetin tënd, o Muhammed, kërko, më pak. Tani këtu hoxha i nderuar gabon. Në vend që të thot, tha Muhamedi jo mo, ai thot, tha Musa jo mo. Pra, i ngatrohen fjalët në ligjerim, për shkak se një ligjerim i këtill është blasfemi, është në kundërshtim të plot me Kur'anin famlar. Nga Kur'ani mësojmë se i vdekuri as nuk mund të flas, as nuk mund të jetë dëshmitar. Lere të parashikoj të ardhmen. Më shkurt, as Hazreti Isau, Jezu Krishti, që nuk e ka shijuar vdekjen e plot, nuk mund të jetë dëshmitar për asgjë. Shihe se sa bukur na mëson Kur'ani kur Hazreti Isa i thot Zotit, ti ishe dëshmitar sa isha unë në mesin e tyre. Por, kur më shkyme, më bëne of, më ngrite lart në vend sigurt, ti je mbikëqyrës absolut, bita dhe ti je për çdo gjë dëshmitar. Kemi ajetin 117 në surën El-Maide, nëse nuk gaboj, wa kuntu alejhim shahiden ma dumtu fihim, falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alejhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Pra, si mund të ketë folër Hazreti Musa i vdekur me Hazreti Muhamedin në qiellin e 6 dhe ky Hazreti Musa të ketë autoritet më shumë se Zoti dhe të kemi budal ende në shqiptari të besojnë se puna e salatit ka qenë si pazari i xhamisë të tabakëve në Tiranë pra. Është e logjikshme se gabimin e hoxhës nuk e kapin aty për aty të gjithë në xhami, për shkak se njerëzit e auditorit prej përpara janë programuar se çfarë flet hoxha në xhami është Kur'an. Ky e ka thënë këtë, por jo nuk mund ta dini me këtë rashje të zërit pa u lodh pak se kush është ky që e ka thënë. Unë vetëm e kam punuar pak zërin e tij në audio pitch, që është cilësia një tingulli që rregullohet nga shkalla e dridhjeve që prodhojnë atë, shkalla e lartë ose e ullët e një toni tingulli gjatë një ligjerate. Nuk kam për qëllim ta deskreditoj hoxhën e juaj, por vetëm si ilustrim, po e përdori ligjeratën e tij me z, të cilën nuk mund ta ndryshoj, siç mund ta ndryshoj një fjali të tij me germa, pik e presje dhe ta imponoj në vendet tjera se ka thonë filan hoxhe. Tani, besoj se e keni qartë pse Kurani famlart ka zbritur me bita tingujt zërit dhe nuk mund të ndryshohet njëjtë, sikurse nuk mund të ndryshohet zëri i Ukrainës pra. Të nderuar shqiptar, unë këtu e ndërpres videon dhe vazhdojmë në videon tjetër në lidhje me fjalën Ramazan. Prandaj, merrni frym. Kur jeni agjerueshëm gjatë ditës të regeneroni me rrezet diellore, gjendrat e organeve tuaja trupore, të jeni të lidhur me frekuencat e zërit autentik të Kuranit famlar. Si në fillim, ashtu edhe në fund selam. Paqe kudo që jeni në tokën e shtrirë si djepi dhe miru pafshi.